Ka patur vetëm një raport të ngjashëm me ato të Shqipërisë 2025, por edhe ai shumë herë me më pak problematika. Është raporti për zgjedhjet e vitit 2023 në Serbi. Unë mendoj se Shqipëria nuk duhet të ofrojë apo të i kaloj standardet e zgjedhjeve në Serbi, por duhet të ofrojë dhe të i kaloj standardet e zgjedhjeve në vendet e Bashkimit Evropian. Nuk mund të ketë progres as në luftën ndaj korrupsionit, as në luftën kundër krimit të organizuar, as në sektor të tjerë themelor, pa garantuar zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Por përveç kësaj, shumë prej këtyre çështjeve lidhen me vullnetin politik. Kemi diskutuar gjithashtu gjatë vizitës disa javë më parë në Parlamentin Evropian se Shqipëria ka një avantazh që asnjë vend tjetër në rajon nuk e ka. Opozita ka mbështetur procesin e integrimit evropian. Opozita e ka mbështetur këtë proces jo vetëm me fjalë, por me veprime konkrete politike. Por ne duam që ky proces të përdoret realisht për të ndryshuar dhe transformuar vendin. Askush nuk ka nevojë për një proces integrimi ku gjërat ndodhin vetëm në letër, ndërkohë që standardet dhe norma demokratike nuk ndryshojnë në praktik në vend. Ritheksojmë nevojën për të filluar në shtator dhe vijuar me reformën elektorale. Në reformën tjetër duhet të kemi dispozita në kodin elektoral për mënyrën se si zgjidhen antarët e Parlamentit Evropian. Neve kemi diçka që mund të pajtohemi dhe të bijem dakord me njëri tjetrin. Duhet të vazhdojmë me depolitizimin e komisioneve zgjedhore në nivelin e dytë. Duke filluar nga shtatori, ne bëjmë gjithmonë të njëjtën gjë lidhur me këtë çështje. Duhet me një konsensus siç e kërkon reforma elektorale.